Mirë të dashur miq, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë radio televiziv në pjesën e dytë të programit Mirë se vjen. Do të trajtojmë dy tema shumë të rëndësishme për ditën e sotme, pra sot është 2 prilli, është njëkohësisht dita botërore e librave për fëmijë, por edhe dita e ndërkombëtare, të themi, e ndërgjegjësimit për autizmin. Për të kuptuar më shumë për këtë problem, për këtë sëmundje, dhe për të gjitha përpjekjet që bëhen në mënyrë të vazhdueshme vit pas viti, sidomos në datën 2 prill në rang botëror, për të gjetur një kurrë dhe për të përmirësuar jetën e të gjithë të prekurve pra nga autizmi, ne kemi të ftuar sot në studio zonjushën Kleona Çaushi, logopediste. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, Bledi, faleminderit. Faleminderit juve që na u bashkuat për të kuptuar më shumë, për të folur më shumë për autizmin. Por së pari të sqarojmë pak çfarë do thotë logopediste. Për ata që nuk e din. Logopedia është një shkencë e re, shkencë e re kudo në botë, por mbi të gjitha në Shqipëri, merret me parandalimin dhe trajtimin e gjitha çrregullimeve të folurit, të komunikimit, të zërit, të gëlltitjes, për të gjithë fëmijët, por dhe adultët e prekur nga këta çrregullime. Do të ne parandalojmë, por njëkohësisht trajtojmë të gjitha çrregullimet. Që është një ndër problemet kryesore të gjithë personave që janë të prekur nga autizmi. Në fakt, nëse mund të bëjmë një shkurtimisht një lloj përmbledhjeje të datës 2 prill, pse është zgjedhur kjo ditë, domethënë si dita botërore e autizmit? Keni ndonjë informacion lidhur me këtë gjë? Autizmi është një çrregullim dhe është një gjendje problematike e zhvillimit. Është zgjedhur i gjithë muaj prill si muaj ndërgjegjësimi për çrregullimin e spektrit të autizmit. Është një gjendje e cila ka një nga tiparet kryesore të diagnostikimit të çrregullimit të spektrit të autizmit, është pikërisht problemi që ai ka në të folur dhe në komunikim. Shenjat shfaqen në fakt shumë herët te këta fëmijë. Sigurisht ato pastaj bëhen akoma dhe më të qarta me kalimin e kohës, vështirësojnë ndoshta akoma dhe më shumë jo vetëm komunikimin, pra të shprehurit nëpërmjet fjalës, por edhe ndër veprime shumë sociale. Tre janë karakteristikat kryesore me të cilat ne bëjmë diagnozë për autizmin. Janë problematikat sociale, çrregullimet sociale, domethënë ajo çfarë ju thatë, fëmijët kanë probleme në marrëdhëniet sociale me bashkëmoshatarët, por dhe me të tjerët, janë problemet e komunikimit dhe stereotipit. Stereotipit janë sjellje të kufizuara përsëritse, të herpashershme, të cilët fëmijët i kryejnë pa një qëllim të caktuar. E qartë, siç është për shembull që vendosin objekte si për njëra tjetrën, pastaj i prishin, i vendosin sërish, rrahja e krave, kërcitja e dhëmbëve, mund të jenë dhe stereotipi vokale, për shembull ata nxjerrin la 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 në mënyrë të herpashershme. Mund të jenë stereotipi gestuale, fëmijët luajnë me gishtat e tyre, fëmijët rrahin krahët, fëmijët mund të godasin në mënyrë të herpashershme, në ritmike në këtë lloj forme. Kështu që këto janë tre karakteristikat kryesore nëpërmjet të cilave ne bëjmë diagnozën për çrregullimin e spektrit të autizmit. Por në midis këtyre, secila prej tre pikave kryesore, çrregullimeve të sjelljes, të komunikimit dhe këto sjellje përsëritse ose stereotipi, kanë një mori karakteristikash të tjera, të cilat bëjnë atë gamën e madhe të karakteristikave të çrregullimit të autizmit. Ndaj unë doja të bëja thirrje, sepse autizmi vërtet është përhapur shumë. Së fundmi ne kemi 1 nga 90 fëmijë të prekur me autizëm, nëse më parë ishte 1 në 500 fëmijë të prekur me çrregullimet e spektrit të autizmit. Ne nuk mund të diagnostikojmë thjesht autizmin, nuk mund ta diagnostikojmë këtë përpara moshës 3 vjeçare, por rreth kësaj moshe dhe mbi të gjitha jo detyrimisht një fëmijë që ka probleme komunikimi do të ketë patjetër autizëm, ose jo një fëmijë që ka probleme sjelljeje do të ketë patjetër autizëm. Ka pra një gamë të madhe simptomash, karakteristikash, të cilat të gjitha së bashku mund të bëjnë autizmin. Nuk mund të bashkë ekzistojë njëra ose në mungesë të tjetrës. E qartë, trajtimi sa më herët të nis, besoj aq më mirë është, sepse si çdo lloj trajtimi tjetër. Absolutisht, sa më hershëm. Po sa shkollë zgjatja që sugjerohet të paktën për të trajnuar këta fëmijë që vuajnë. Sa më hershëm të fillohet trajtimi, aq më suksesshëm është që fëmia të themi së pari të shmangi problematikat, të jetë i zoti vetes dhe më pas të zhvillojë aftësitë. Fillohet trajtimi pak a shumë rreth moshës 3 vjeçe, por dua të theksoj këtu, është shumë e rëndësishme që tek fëmijët të fillohet trajtimi i hershëm logopedik, sepse problemet e të folurit tek fëmijët mund të kapen që në 18 muajsh.
kur ne nuk kemi vendosur një diagnozë autizmi, por ne kapim disa element të cilët më vonë mund të instalojnë këtë problematik. Dhe është vënë re nga statistikat që të gjitha ata fëmijë që fillojnë trajtimin logopedik që në 18 muajsh, të paktën në 18 muajsh, kur arrin pranë moshës 3 vjeç dhe trajtohen dhe nga profesionistë të tjerë, sikurse terapistët e zhvillimit, ndiqen nga pediatrit, nga neurologët, atëherë të gjithë këta fëmijë me autizëm do të jenë shumë herë më mirë në moshë parashkollore se fëmijët e tjerë të cilët nuk janë trajtuar më parë me logopedi. A janë fëmijë që duan të mësojnë? Janë kureshtar, janë të vëmendshëm, janë të përgjegjshëm? Janë fëmijë të cilët janë të izoluar, janë fëmijë që janë shumë indiferentë. Është një zgjedhje e tyre apo është shkak i presionit? Është një gjendje e çrregullimit. Bledi, mendo sikur sot nuk mund të më kuptosh se çfarë po them, nuk kupton mënyrën se si veproj, ato çfarë flas, mënyrën se si paraqitem, ky është autizmi. Nuk kupton mënyrën se si ne reagojmë, mënyrën se si ne veprojmë. Kështu që është pjesë e gjendjes, jo e zgjedhjes. Ju, si thua, jeni futur pak më thellë në botën e tyre dhe ata kanë një botë të tyre që sigurisht për ta është krejt e veçantë. Mund të themi që ndoshta jemi dhe ne që si kuptojmë ata. Absolutisht dakord. Po, ka një lloj paragjykimi përgjithsisht për këta njerëz fatkeqësisht. A janë të rrezikshëm gjithsesi? Absolutisht jo. Fëmijët me autizëm kanë talente. Kanë talente shumë të bukura, ne mund t'i gjejmë. Si e shprehin më shumë, si thua, gjendjen e brendshme, në çfarë? Janë emocional. Në të shumtën e rasteve fëmijët me autizëm gjenden emocional, sidomos kur ne fillojmë të themi fjalët e para tek autizmi. Duket që fëmijët me autizëm mund të citoj dhe rastet e fëmijëve me autizëm që flasin, nuk kanë ekspresion, nuk kanë gjeste, nuk kanë intonacion, bëjnë fjali pyetje sikur të ishte një fjali dëftore, nuk pyesin, nuk kanë intonacione në fjali. Dhe kjo i bën ata që të jenë më të ftohtë akoma, të mos shprehin ndjenja, kur vriten nuk shkojnë tek mami ta kapin për qafe, sikurse të gjithë fëmijët të kërkojnë ndihmë, të qajnë në prërin e nënës e merat. Kështu që ne i gjejmë këta fëmijë të ftohtë, i gjejmë këta fëmijë jo në marrëdhënie me të tjerët, mirë po kur fillojnë ato seancat e para të terapisë, kur prindrit janë vërtet të ndërgjegjësuar, sepse ne duhet t'i pranojmë, ne duhet dhe t'i ndihmojmë këta, duke i pranuar, ne kemi bërë hapin e parë të ndihmës këtyre fëmijëve. Kështu që kur filloj dhe merren ato seancat e para të terapisë, ne i gjejmë vina përqafojnë bledi, vina puthin, na qeshin dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po pra janë shumë social edhe me njëri tjetrin. Ata fillojnë të mësohen, sepse pas terapive fillojnë të na japin të gjitha këto, sepse nëse do të marrim një fëmijë me autizëm në fillimet e tij, nëse ne do të jemi strikt dhe të rrep me ta, fëmia do të na buzëqesh sepse nuk do të kuptoj ekspresionin facial tonin, por seancat e terapisë bëjnë që ky fëmijë të mund të ndajë me ne një emocion, të mund të shkëmbej me ne një ide. Kështu që kanë emocione bledi, por duhet pak punë që ata të fillojnë dhe të shprehin gjithë këto, të ndërveprojnë me ne. Logopedia ndërkohë është gjerësisht e përhapur në Shqipëri, ky lloj trajtimit themi? Së fundmi mund të them po. Por mendoj se nuk ka gjetur akoma vendin e duhur logopedia. Akoma nuk Nuk mendohet si një shkencë të themi ose si një mënyrë trajtimi e duhur për të zgjidhur këtë lloj? Është absolutisht shumë e duhur, por mendoj se nuk ka gjetur vendin pasi institucione, qendra spitalore nuk kanë vendosur profesionistë në instancat e duhura. Ne në Shqipëri nuk kemi logopedistë në institucione shtetërore spitalore, nuk kemi logopedistë në pediatri, në maternitet. Për shembull, nuk dua të dal nga autizmi për lindja e një fëmijë me sindromën Down. Do të ishte shumë e rëndësishme një logopedist ishte aty të konsultohej me nënën dhe të flitej për vazhdimin dhe në pediatri apo në psikiatri, ku një nën shkon për herë të parë sepse fëmia i tyre nuk po i flet. Fillimisht pse është shumë e rëndësishme, ju thash, sa më shpejt filloj logopedia, aq më mirë do të jetë për fëmijën me autizëm në vazhdim. Ka qendra këtu, qofshin këto shtetërore ose private, të cilat kanë në instancat të tyre logopedin. Për të gjithë ata prindër që ndoshta do të donin që fëmijët e tyre t'i sillnin, ku mund të shkojnë, ku duhet të rokasin për
nga eksperienca e viteve të punës, referencat kanë qenë të ndryshme. Kanë qenë kolegë të ndryshëm që kanë sjell prindër të fëmijëve, kanë qenë interneti që i ka njoftuar. Domethënë, nuk ka një vend që thuash, po ne do të shkojmë tek psikiatria sepse aty kemi logopedist për të parë fëmijën. Prindrit kanë bërë atë lëvizjet e her pas hershme, shkuarje në specialistë të ndryshëm për të gjetur atë çfarë ata kërkonin. Kështu që ose referohen nga profesionistë të tjerë, ose dëgjojnë nga televizioni diçka, ose dhe në të shumtën kërkojnë nga interneti. Rezultatet e logopedisë janë gjithnjë të mira, pozitive? Absolutisht po. Pse dua ta them? Ne kemi fëmijë me autizëm të cilët nuk flasin, sepse ka nga ata fëmijë me autizëm që fillojnë të flasin në kohë, por e zhvillojnë me problematika të folurin e tyre, ka nga ata fëmijë me autizëm që flasin me vonesë, por ka dhe nga ata fëmijë me autizëm që nuk flasin fare. Logopedia propozon metoda të folurit, të komunikimit alternativ dhe për ata fëmijë të cilët nuk janë verbal, sepse fëmijët me autizëm kanë të dëmtuar si gjuhën verbale ashtu dhe jo verbale. Domethënë, nëse një problematik tjetër, mungesën e të folurit e kompenson me gjeste, me mimik, autizmin nuk e kompenson, as me gjeste dhe as me mimik. Kështu që ne në rastet e fëmijëve që nuk flasin me autizëm, por që nuk flasin, përdorim për shembull mësimin e shkrimit tek këta fëmijë, përdorim mësimin e gjesteve tek këta fëmijë. Ata të shprehin emocione, të shprehin ankthe, të shprehin mërzitjet, habit që kanë, në mënyrë që të fillojnë dhe të komunikojnë me të tjerët. Në rastet e fëmijëve që flasin, ne fillojmë dhe punojmë fillimisht me masazhe bukofaciale të aparatit të folurit, të gjuhës, me qëllim që ky fëmijë të fillojë të artikulojë, sepse ka fëmijë me autizëm që flasin, por që nuk artikulojnë qartë. Kështu që sa më hershëm të filloj logopedia, aq më suksesshëm do zhvillohet ky fëmijë. Statistikat na kanë treguar që 2 nga 3 fëmijë me autizëm, të cilët kanë filluar hershëm terapin logopedike, kanë qenë shumë rezultativ në parashkollor. Më mirë se sa fëmijët të cilët nuk janë nështruar terapisë logopedike. Këtu tek ne, në të shumë të ndodhe kundërta, fëmija fillon njëkohësisht me të gjitha terapit bashk. Kjo mbase sepse kapen me vonesë, kjo mbase sepse mungojnë logopedist për zhvilluar terapi. Logopedisti nuk nevojitet vetëm për të diagnostikuar. Logopedisti shërben për të zhvilluar terapi logopedike, me qëllim për mirësimin e komunikimit. Duket që autizmi është një problem genetik, do të thënë është një lloj trashëgimie familjare që përcillet nga breze në brez. Sigurisht ndikojnë edhe faktorë të tjerë, stresi, zhvillimet moderne, gjitha këto që kanë lënë gjithsesi pasoja nga më të ndryshme në shëndetin e secilit. Po a kanë ndjenja faj prindrit e këtyre fëmijëve dhe si komportohen ata me ta? Së fundmi, shikohet që autizmi është genetik ose është sindrom, që do të thotë nuk është trashëgimi, por është një genetik, do me thënë, në momentin e ngjizjes, të themi, të fetusit, ndodhin problematika të cilat prekin në mënyrë mutacione, të themi, që prekin në mënyrë të menjëhershme trurin. Dhe për pasoj, fëmija mund të shfaq me autizëm, mund të lind me autizëm. Autizmi mund të shkaktohet dhe nga sëmundje të ndryshme që nëna mund të kaloj gjatë shtatzanisë, si për shembull rubeola, por mund të shkaktohet dhe nga sëmundje që fëmija mund të kaloj pas lindjes. Temperaturat larta, meningite, problematikat të ndryshme, sëmundje të kësaj natyre, të cilat dëmtojnë menjëherë trurin ose atë mielinën, që është shtresë shumë e rëndësishme e sistemit nervor qendror. Dhe në këto raste nëna shfaqet autizmi. Prindrit nëse nuk kanë asnjëherë faj prindrit. Nëna ka rezultuar prindër gjithmonë. Unë i them kështu, sepse jo gjithmonë prindrit kanë fëmijë të parë, fëmijën me autizëm. Kanë rritur shëndetshëm një fëmijë të parë dhe fëmija i dytë apo i tretë mund të rezultojë me çrregullimet spektrit të autizmit. Kështu që këtu vlen të japim disa këshilla thjeshta. Prindrit nuk kanë faj, por prindrit duhet të jenë më me sy e vesh tek fëmija, të eliminojnë në maksimum televizorin, nëna të reja të cilat mësojnë fëmijën me muzikë dhe televizor që foshnje.
Televizori dhe muzika nuk janë mjetet të cilat nxisin komunikimin, janë mjetet që pengojnë komunikimin, sepse ne nuk marrim dhe japim me ta, nuk bëjmë pyetje dhe nuk marrim përgjigje. Kështu që të eliminojmë sa më shumë tjetë mundur televizorin që në vegjëli dhe ato kukulla që mund t'jenë kaq të bukura, që fëmia shokohet para televizorit dhe nuk do t'ja di se kush i flet. Të paktën le të shohin, por me minutazh të caktuar jo gjithë ditën. Rekomandohet të paktën 1 orë në ditë. Nga studimet e fundit të zhvillimit të folurit, ne kemi rekomanduar të paktën 1 orë në ditë, ndërkohë që rezulton dhe të paktën ne shikojmë që fëmijët të prekur nga autizmi me problematika thelbësore në të folur kanë kaluar pjesë të mirë të ditës përpara televizorit. Është shumë e rëndësishme të komunikojmë me fëmijën. Bëhuni papagaj, i them prindërve. Është e rëndësishme të flasim pa pushim, t'i shpjegojmë sa më tepër çdo dokuri dhe çdo fjalë. Nuk mund të artikulojmë një fjalë të cilës nuk ja dim kuptimin. E qartë. Problematika shëndetësore në lidhje me autizmin besoj janë të ngjashme kudo në botë. Megjithatë, faktori social apo familjar ndryshon nga njëri vend në tjetrin. Dhe meqense paragjykimi dhe si thua një sjellje jo fort normale ose korrekte ndaj këtyre fëmijëve krijon një lloj hendeku në jetën e tyre të përditshme për të qenë dhe për të ndërvepruar me këdo. Ju si e shihni nga përvoja tuaja si me studime përparaqe dhe me takimet ndryshme ndërkombëtare realitetin shqiptar në këtë këmbështrim? Unë shikoj shumë ndryshime pozitive në Shqipëri. Më ndodhte të shkoja në përqerdhje dhe kopshte të fëmijëve më parë, të fëmijëve me autizëm, ku unë duhet takoja edukatore apo teta të qerdhjeve për të biseduar për problematikën e fëmijës dhe për të dhënë një paket me këshilla të mënyrës se si ato të punonin me fëmijën, dhe shikoja që edukatorët nuk pranonin një fëmijë të tillë në kopshte. Mësueset nuk pranonin një fëmijë me autizëm në shkolla. Refuzonin kategorikisht punën me këtë fëmijë. Sot kur unë shkoj në përshkolla, ndeshe me mësuese, me edukatore të cilat kanë informacion rreth autizmit. Pra, jo vetëm janë të ndërgjegjësuara për autizmin, i pranojnë fëmijët me autizëm, por kanë dhe informacion për mënyrën se si ti ndihmojnë këta fëmijë. Kështu që unë shikoj që jemi një vend që vërtet ka evoluar dhe ka marrë informacion të mirë për çrregullimin e spektrit autizmit, por duhet të jemi një vend që të kemi një dëshirë më të madhe për t'i ndihmuar këta fëmijë me çrregullimin e autizmit. Do të thënë, ne duhet të jemi shumë herë më të ndërgjegjshëm për atë çfarë jemi duke bërë në lidhje me punën me fëmijët me çrregullim me spektrit autizmit. E uroj me zemër, kjo do të ishte shumë e rëndësishme që ata t'i pranonim si çdo antar tjetër të themi të shoqërisë sonë apo të realiteteve në të cilat si thua jetojnë. Gjendemi. Ju falenderoj shumë që ishit të mëngjes me ne dhe sukses në punën tuaj. Shpresoj që logopedia të përhapet gjerësisht dhe të ndihmojë sa më shumë të kategorinë në nevojë. Absolutisht. Ne jemi për të ndihmuar të gjithë fëmijët dhe personat që kanë nevojë për ne, kështu që do të bëj maksimumin dhe unë premtoj në këtë ditë sot që me ndihmën tuaj që do të japim maksimumin në aspektin e logopedisë për të gjithë fëmijët me autizëm. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, të dashur miq, folëm kështu disi për autizmin në ditën ndërkombëtare të ndërgjegjësimit për këtë sëmundje me logopedisten Kleona Çaushi. Është momenti që si çdo të ente në minutat e programit Mirë se vjen të flasim për gjuhën shqipe. Këshillat e akademikut Kopi Kyçuku vijnë edhe sot në një intervistë realizuar nga Oral Dalahe.